Përshëndetje miq të Klan Kosovës, mirë se po takohemi me Big Talk me mua Diell Zadakën, ku do të jemi bashkë në një transmetim mbi një orë ku do të diskutojmë për situatat e ngjarjet më të rëndësishme çfarë do ndodh në shtëpinë më të madhe në vend në Big Brother VIP Kosova. Javën që po lëm pas ishte një nga ato javët më kritike, të mbushura me plot tension. Zarf të zi, si dhe 2 eliminime, të cilët do i kemi në studio dhe do i diskutojmë për gjithë çka ka ndodhur. Por fillimisht, më lejoni që të përshëndes 2 opinionistët që unë kam në studio. Lorian Halili, përshëndetje. Imrama Diellza, përshëndetje. Gjenet Hafetau, përshëndetje. Imrama Zamër, çdo herë po dukesh edhe më e bukur moj. Por i nohet. Shumë, e me juve këto pranë, po besoj edhe ju po dukni shumë bukur. Një javë plot tension, një prime i zjarrt. Unë menoj që se cili banor ka fillu me luftu për me gjithë vendin e vetë, edhe ka fillu me u pastru pak shtëpia pej toksicitetit. Okej, Lorian? Një javë që u dash me ndodhë herë do kur. Fillim nisi pak me do drama, me do sene që ja u tërhekën vrejtën 4-5 herë, edhe erdhë momenti edhe me hizarfe. Po, bile kogja e kanë shty krahas asajna se çka ka pas këtë mrena shtëpisë. Fillimisht kur e diskutuam thamë që e ka nis luajën shumë herët, po më duket që pas ka me pa kogja shumë. Po, ata luajën e ka nis, tash veç përshkojnë të rënu stazën. Tash kush është ma i fort për me përballu mrena ato situatat cilat bohën edhe kush është ma i dëp për me ra prej aty në situatave me jetët më pa, si për shembull promna e pam. Okej, po besoj do e diskutojmë edhe në ngjarje specifike dhe pak më vonë brenda programit, por në studio kam të ftuar dhe 2 mysafirë të cilët do e diskutojmë dhe për primin çfarë ndodhi dje. Egzona Shigjeqi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Dhe Miftar Zinjillau, përshëndetje. Diellza, kënaqësi. Si e pat primin mbrëm? Mund të themi 2 eliminime, njëra nga televotimi, njëra me zarf të zi. Miftar, po e filloj nga ti. Po nala pak të pjesa e zarfit zi. Unë menoj që ka qenë mëse e duhun që mu fut një zarf fizik për shkak të gjesteve edhe fjallore që edhe pse u ka tërhek vllai i madh s'di sa herë vrejtën po të njëjtëve banor, prap ka vazhdu me avazin e njëjtë të lojës. Kështu që prej atij zarfi e kemi sot jashtë edhe shkurtën. Kështu që shkurtja nisi, po edhe bitisin fundë. Okej, me që fillove me zarfin e zi. Si e ke parë? Duke marrë parasysh që kanë kaluar një muaj që nga nisja e këtij spektakli, normalisht që tash banorët vetë se kanë filluar me u pozicionu dhe gara ka nisë vetë se me u bë më e fortë dhe mbrome pam edhe me ato ngjarjet e fundit që kanë ndodhur, pra si zarfi i zi dhe normalisht edhe ngjarjet e tjera që kanë qenë me plot tension dhe me plot emocione për të gjithë ata brenda. Kështu që tash mbetet veç me u pa, sepse normalisht që kanë kaluar një muaj dhe gara vetë se ka fillu mu bo edhe ma ashpër në ndërmjet tyre. Po. Lorian, a mendon që u friksua shkurtja si doli në televotim me 5 persona të tjerë, 4 të tjerë mund të themi, sepse sa u bo televotimi, shkurtja tha, unë e kom e dojnë. Shkurta e dike. E dike sepse nuk është që ka buna i farë lojet madhe mrena shtëpisë përveç fjalëve që i ka pas pak ma interesante të cilat mas një kohë vetë se janë harxhu dhe nuk ka pas më shka me pru atraksion. Unë që ndjehu rrezikun që aje filloj gjithat lojt, a themi me atë sprejon, unë nuk muj me thonë që e ndjehu rrezikun për shkak të lojës. Ajo e ka ndjehu rrezikun mrena komplet shtëpisë, mrena banorëve dhe kur o dalë në nominim me ata 4 banora, ajo ka pa vetën që është ma e dopta krahas atyne dhe që ajo ka bëhet që shkurta me nisë, sepse në fund të fundit edhe ata mrena që nuk e kanë lidhjen që ka bëhet jashtë, po e ndjejnë sepse është ajo energjia, është nështë se cili prej tëne e lidh edhe me reagimin e publikut, me reagimin e opinionistëve. Për shembull, Leonora Munu në formën shumë të mirë mi ka kallëzu disa sene që është duhet. Ajo nuk i pranoj kënë ata të vetën edhe manej ato kejtë bohën bashkë edhe e ndjen njeri kur njëri kur e ka bo për të mirë, sepse mundet me të dimu shumë edhe në loj branda, po si duket këta e kanë marrë pakeq. Sa dush që ti mundesh me u ndiku në çato momente në prime, kur opinionistat e japin ty një mendim që nështë aty s'pëlqen, ti prap masane i dush me reflektu dhe menoj që banorët mrenda po e kanë qëtësen shumë gabim që s'po i kuptojnë mesazhet që po jepin. Edhe Lundrimi për shembull se ka kuptu hala mesazhin që ja dha Ulta, edhe Shkurta prom që nuk kuptoi, edhe Benita. Ky është problemi vetëm i atyneve dhe masanej normal që po bin grants ose të lojen avë që ata po fillojnë vetë ose në gracën e njëri tjetrit. Edhe kur pi kuptojnë gabim, nuk pi marrin në formën që po ju thuhen mesazhet e tyre. Do me thonë, që kjo pe bën manej
ata edhe po tutën, se jo mbo disa vjetë big edhe njerës që e kam pa prej ashtit, edhe këta vetë banorë që janë e kam pa prej ashtit edhe kanë kuptu një farë sistemi të lojës që kanë ndodhë në bigat e kalumë. Mirë po duhet me kuptu një sen, se cili big është big në vete. Nuk ka lidhje kur gjo me tjetër përveç nështë ta numrit të banorëve. Çdo sen funksionon ndryshe. E kemi drejt për drejt 24 mrena 7 ditëve të javës edhe ngjarjet që ndodhin nuk mund me ndosin ngjarjet në viteve të kalume. Pra edhe komentet kur ju jepën edhe opinionet edhe prezentues kur e thojnë ose çka do që ndodh mrena sallës kur është prajmi, ata duhet me kuptu me vetën që shenë me dojnë, jo me lidh me të kalume. Që po zhvillohet brenda shtëpisë. Këto po du më nalë tek Vloriani që po më pëlqen. Analizë, Jo shumë shpesh më pëlqen mendime Vloriani, po pëlqen që ka kuptu që banorët non-stop diskutojnë sidomos për bigun kur unë jem ka në edicionit 3-shin, ata non-stop i krahasojnë banorët me neve edhe situatat me neve. Nuk merren me ato situata brenda çfarë po ndodh. Bigun e tëne, jo të jetu bigun e kalumë. Fiks, ose po e mendojnë qysh po shohin jashtë, apo mendojnë njerëz, nuk po e shijojnë ato. Unë realisht nuk po muj me e kuptu, me tarë ty një shansë që është Big Brother VIP Kosova edhe një program një shansë që nuk jepet gjithë. Asë një herë, nuk mundesh me përjetu ti këtë ndjenjë 2 herë, përveç Edit, po nuk mundesh me kanë që ka të shumë i pavedishëm që ti mos mja dit lezetin edhe mos mja nëzirë thelb të ma kryesore të tira. A di qysh, këta nuk pe kuptojnë një sen që nuk është hajgare kjo punë, kanë hi edhe jënë të edhonë maksimumin prej vetës tëne, po nuk nënkuptojnë që ata që janë të edhonë njerës kanë me kuptu në qatë formë. Ka vend që me uqu me kriju një situatë me njënë tjetëri, ta jenë fokusu veç Alba edhe Labinoti. Dishta me kalu edhe situata mbrëm që u kryua, dhe me thonë edhe pjesa Albës, Dolce, Benita, që të gjithë mund të themi që e diskutuan. Alba ishte ajo që tha, unë nuk kërkoj falje për veprimet e mia që i kam bo. Dishta me kalu pak të egzona. Normalisht ato gjestet që i kam bërë të 4 që kanë të përfshima, të Alba, Benita dhe Shkurta po ashtu që e nisi gjithë këtë, edhe Dolce po ashtu se ajo forma se si gjuajte në drejtim të Albës, ishin gjestet të pahishme të cilat kanë qenë edhe të shëmtuara edhe për të parë dhe pa marrë parasysh se kush e nisi apo kush e bëri këta, totalisht... Të gjitha kanë qenë përfshirë. Të gjitha kanë qenë të përfshira dhe me këtë nominimin që u bë, pra u kanë forma e duhën se cila me kuptu edhe me mësu prej gabimeve që ato i kanë bo. Ta shqylloj Shkurta, si që thanë edhe opinionistët, ishte njëra nga banorët më të dopta aty. Shkurta që nga fillimi ka hy me një energji teje të madhe në Big Brother, po më pas se kemi pa, si që cek edhe nga Vloriani, përveç atyre shprejeve ose deklaratave me të cilat u bë dhe famshme jashtë, nuk është se bërin të një gjë tjetër. Edhe nuk e kuptova në fund kur dole që ishta aqe revoltuar si ndaj opinionistëve, si ndaj produksionit në tërsi, për faktin se Shkurta kishte ma shumë hupse. Shkurta kishte një muaj e gjysë më kopër të treguar vetën në të gjitha format, në të gjitha mënyrat. Kështu që ajo më duke pa drejt, e mori atë që meritoj dhe po vazhdon. Fiks. Miftar? Po, sa i përket... Se kemi Shkurtën pas pak dhe do e diskutojmë gjitha këto me... Sa i përket kësaj katërshës që janë nisën mulag me ujë, që është e vërtet që momenti që qajo shishe ka detergjent, nuk mund është mu hek me 2 lame, shumë mirë e tha edhe Klodi edhe shumica banorve, se ata mas mirë se na e kam pa dhe kam përjetu qatë ngjarje, kështu që Alba dhe Shkurta për menimin tem për një nuk kanë ma loj, sidomos tash Alba që është mrena Bigut, nuk ka ma loj, nuk ka një strategji të caktume. Okej, mundet me bo diçka me qatë lodën banorin e ri, po edhe me ato kam i dështu njëjtë qysh i dështoj me Shkurtën, disa të qetë edhe lodën edhe aja kam e metë veç vetë në shpe dhe s'ka me pas as me kanë me bo ma bet. Se besoj që mundet me bo një strategji te për dopt a bedin, edhe me dalë në prajmë... Une po habit nga Miftar pëse Alba nuk kapet me banor që janë matë fort se ajo. Se ka një dozë të tutës. Se në momentin që ti i thu vetës lojtare e forti nuk shkon më u kap me humsa. Se shojmë Alba me lundrimi për shamë... është gradualisht mi hek njëherë njerës, të dopt që ajo rrugës në bastë të tëre me rruga me dur është kur ti hek lojtarët e fort në fillim, tani lojtarët e dopt i hek male. Ajo e dise ka shumë fështirë me hek lojtarët e fort dhe kapet pas atyre që janë më të dopt. Ajo një të dopt, pas me majtë një strategji me këta atë më dhejt, e rrugës nështë ta me më rritë dikund ku ajo me fitu një loj autoritetit të caktu më nëna shpis që rrugës ajo kur të balafaqot me lojtarët ma fort, ajo me kon e fort, sepse nështë ta Alba që tash për momentin është të e një vetën që u bojë tepërt.
është të e një vetën që mund të ka çka me dhonë. Jo brez nuk përnin vetën as pak se s'është të reflektu heqëm prajmë se çka pithojnë as nuk pibjen pishmon se çka ashtu po. Ajo nuk ngan. Ajo ka me vazhdu. Ajo as nuk ngan. E ka të kohët kush do që folë me to. Alba nuk ngan. As çka i flasin, thjesht vazhdon me atë vetën. Edhe mundohet tani prini gabimet mi nxjerr 10 fjalë. Unë mendoj që gjëja më e dur për një banor që është lojtari fort është kur te pastron një herë shtëpinë me lojtarët e fort, sepse banorët që janë pak më dopt ty të vyjnë për nominime, sepse ata i bojnë nominimet. Edhe ma mirë që ty të vënë një herë. Nështë Alba e ka po një strategji më ndryshe. Po, ama është e kërkoj që strategjia, bëdën. Alba nuk e një, ama Alba mrena shpisë shë vetën që është fort, që mu balavacu për momentin me lojtarë të fort. Sepse ajo e ka pa që është u bo rjedha. Për shambull për marim, ka lojtarë të fort mrena shpisë që në konë nominim në shumicën e rasteve, edhe kur nuk janë ndjetë të rrezikum. Kush është sipas teje lojtari fort? Lëndrimi u konë për shembull. Një herë u konë lëndrimi. Edhe javën e kalume, edhe një herë u konë nominim, ma ne ka pas lojtarë tjerë të cilët kanë vazhdu me konë në nominim, Alba nuk e sheh vetën krahas tyne nështë atë çështë fort mrena lojës, për çfarë arsye ajo nuk lidhet me lojtarët më të fort, lidhet me lojtarët më të fort, e këta të më të dobët sipas ana që janë, mundohet mi sulmu në momentet e caktuara që ajo me marrë lojën me këta të fortit, mu përmend si Alba dhe ata të tjerë që janë konë të fortë. Okej, du me dojnë pak edhe tek gjesti Benitës, që mund të themi pak a shumë me bërit njëjtin gjest si Alba. Që i dirë dhe shishe me ujë, me Go Plus, mund të themi që janë të njëjta dhe prima. Unë mendoj që Benita është bo e tepërt, Benita ka pas situata, nëse naj banor ka pas ma shumë situata të servume, ndorë dhe që s'ka ditë mi shfridzosh Benita. Nuk e di, me nëzës po pres me pas këtë Big Talk, edhe me pytë se me qëfar logike ka menu ajo me bo loj mbrenda, kur ajo asë një situatë të vetën, që banor tjerë ja kanë servu, nuk ka ditë me shfridzu, thjesht mënot me bo loj e njëtën mënyrën, asë nuk shkon tu debatu, asë tu e sharu për shamë dhe për pjesën kur Alba i përmeni nane. Nëse dhe në isha kon banore, edhe ty djem prindi mrenda shpe, edhe ti nuk del, unë e kam për dëdyr ty me ta përmen 24 orë, se nuk thënë regull, për dirisa ajo ka orë mrenda shpe dhe është bo pjesë e qati formati. Edhe ajo filloj me ato bërtit mu dëksi e qmendur. Po, ritme ka pas edhe ana vitin e kaluar. Po, veç pak. Po, nuk është që ka reagu si Benita në shtë amo në qo se ti e dënë qatë shumë nanën tane, ti del jashtë. Po, e vërtit, ajo jeni me një mision aty branda. Sigurt ke ajo një sinjal që mi të regu që diçka nuk është në regull. Jo, ke sinjali vetë që je keq. Ose ka qenë që ajo që Benita vetë se pranoj që jashtë kalon diçka hapun. Jo, ja, unë e mendoj që ajo ke atë sen e ka vjedhë që e kumë bo one, në loj strategjisë. Nuk e di, unë e veç e kumë pa bisedën e saj me Edin, po. I tha e kumë lanë dikën jashtë, po menoj që ka orë për qatë arsye. A, nuk ju kujtu Benitës klubët ke me edhe pyt ke Edin, do i kemi marrë me njëm se qysh kishe reagu ti që se femna jote, i shkon Big Brother, edhe ti ishe kon të e pa jashtë, me që të gjeste që i kumë bo one, a i kishe prite akoma ato jashtë, do me thona e veç leke me nënkuptu që dikush tjetër është të e prit. Jo, edhe pse ka voloj me tonin e... Unë e po du më lidhë që të pytja jote që e the Benita ka ra pre e Albës, në fillim krejt kur ka ndodhë shësnia mes Albës dhe Benitës, Gjeneta bile pa thonë që Alba ka ra pre e Benitës. Unë kom thonë jo, pre tash, që ta sëqaraj. Unë kom thonë që Benita është pre e Albës, edhe në qëtë rast është pre e Albës. Edhe në qëtë rast është pre e Albës. Pse? Sepse Alba e din që Benita ndikohet prej situatave, edhe Alba ja bën Benitës qatë sen. Në temi që Alba e ka ble shumë mirë Benitën. Saktësisht, sepse e din që ka më këty. Po, kur ka ndodhë bullizimi ndaj e Lionës, kur këto dyja ka bo, aty u konë nëzitësja Benita, nuk u konë Alba. Mirë, po kjo është pere. Alba ja ka shtru rrugën e Benita veç ka e. Benita veç ka vazhdu që atë autostradë. Benita po bjenë ngrocën e gjdo banorit aty mrenda. Do me thonë, mu po më dhimëset, se në fundit është lojtare, është femër aty mrenda, po mu po më dhimëset që nuk po din asë një loj artikulime, një përgjigje nuk mundet me këthy prej pikes në pikë. Do me thonë, nuk e di ajo full, nësë të për vetëbesimin e ka të zero.
Une nuk jam të full për pjesën a ka gjelëzia, s'ka gjelëzi mes banorëve aty mrenda, se kur hen aty mrenda ti mundesh me pas gjelëzi dhe pse veç po krijon situata. Nuk do me thonë Amo gjelëzia aty në vrejet. E ne edhe në kamera mundesh me lexu shumë let Benitën në mënyrën se qysh e këshyre Elionën. Nuk ka, unë e kuptoj që shumica e femna atu e kanë po që Eliona jashtë për një me po pëlqejet. Ishe edhe në përpraj. Eliona demi shfrytzu shumë situatë. Halali koft, ajo mundet me konë ti nxakja me e madhe. Edhe nësë është ti nxakja, është mja zgadorën. Din me ditë lojë. Është mja zgadorën. Halali koft. Shumë jashtë prishmërive këtë banorëve që se kanë mënu që mujnë me manipulu shumë letë. Po së është e re në mosh edhe na ju ka dollë në ngrepër unë e ka dollë, në moraliteti e ndryshe. Ju ka dollë do banorëve se do banorë për kursejnë. Unë e menzës po pres kur kjo treshja fantastike. Lëndrimi edhe Klodi e Kursej. Po, sepse ata e kanë ofër, mund të jemi jënë të e mbajt shumë ofër. Po, ama nuk shkon aty mrenda me mbajt shumë ofër. Shkon deri në një moment kur zbrazët shtëpia. Fiks, ama... Nuk ka ma qka. është shumë vonë për lëndrimin në momenti kur Eliona bot halama e fort në publik, kur lëndrimi që atër fillon me u largu prej Elionës, nuk po besoj që ka me ndodhë si pas meje, po edhe nuk kam qef me ndodhë, po besoj që lëndrimi masa ne i del Homs, edhe pse është favoriti jem, ama mendoj që lëndrimi është koha me u zgju, sepse Eliona vetë se i ka marrë dhe të gjithë kanë rënë në hijen e saj. Po, ama këta banorët e kanë një problem që këta nuk pëkëshyri si konkurent njëni tjetër, ma vëdim me luftu me njëni tjetër, për si shëshni. Nuk është Eliona aq Angel, sa që paraqitet, sepse është person që ofendon shumë. Po ajo nuk po paraqitët Angel, veç që problemet është që ofendimet e Jo, Elionës... paraqitët sepse e mohën, sepse ato që ka thonë dje shkurta e shkon e vërtet, unë e poshtë në video. Nuk u kanë e vërtet. Po, nuk u kanë gjenet e vërtet. është video. A dënë ta thonë tekstualisht qëfar përgjigje ka këthy Eliona shkurtës momentin që e pytë për gjuhën? Nuk u kanë që atër debatin që në... U kanë debati para një edhe në ngrem ka ndodhë, po i njëjti debat që u bo edhe para 2 dite me Elionën. I ka thonë, gjua Shqipe nuk është arma jam e fort. Pika jam e fort këto, edhe është normal se u rritë në Gjermani. Edhe shkurta ju këthejet me njerë, kur të thetë Eliona këtë fjali, thetë, a e shikoni publik, nuk ka gjua Shqipe vlerë për mua. Mirë. Më thonë, e deformoj komplet që atë që ata Eliona, më falë. Nuk është qadit. Nisën që qadit për që ata u ka do të jetë ma përpora kur e kam pas debatin e njëjtë, edhe normalisht që edhe pse ka thonë, nështë Eliona nuk e ka mendu që ashtu, po thjesht është shprej gabimesht, për arsye që ka jetu në Gjermani, po e ka thonë. Unë e di që pisha ati momenti... Ajo e ka artikulimin shumë plus, edhe që cia sëna që i ndimën, mi u ikë citata. Amo mu më pengon shumë mënyrën se qysh e ofendon Benitën vazhdimisht për moralin. Me i thoni femnës ti hanë keksat e kitë meshkove këto mrena, nuk është... Edhe Benita njëtë në gjoj përdor ndaj Elionës. Jo që me mbrojt, po... Edhe Benita i thetë ti sa me këto, sa me ato, sa me këto, ja drejton gjishtin. Ko që Benita i friksohet Elionës me ofendu se me i thonë sa ne që në taj. Friksohet e ka po që del kesh dhe situatë, si s'ka kapacitet me... Eliona e ka ofendu se bile e ka gjenë nga situata gëndrime. Mu më ka pëlqy dolqe, njëjtin sen nështë asështë e duhura për televizionin, po njëjtin sen kësha bodhën e një sen që është shumë e vlefshme për mu, edhe marrë me ma qiti mu ftyrë s'përin, edhe one ti kësha kop durt, nështë edhe të kisha shty për arsye që me më vetë mbrojt vetën. Dolqe, për menim temin, reagoj, botë reagoj. Sepse i thët, unë e vetë jem kënë të e pa live momentin kur ka ndodhë në zhara. I thët një herë, dyje, balmo është një njeri që nuk merë vesh Alba. Alba pe di, e ban me qëllim për me qitë prej vetës Dolqe në ketë. Mirë po vjen një moment që ta bjerë shpirtin në fët. Jo sprejen, po vallaj nuk e di unë që shkisha mujtë me ragu. Sepse po të lusë si njeri, balmo, edhe kjo nuk ka prekje fizike, jo është prekje fizike, sepse ti po gjunë diçka e cili po më prek mu, edhe që ajo që po më prek mu nuk është në regull me mu, është të më iritu mu. Jetu ma që nuk është ta privatsin tem që unë e kom duke të në larga mu. Saktësisht, ti mund është menajt që atje edhe unë qito. Unë e te Dolqe jem shumë në regull, do me thonë po, ka ndodhë, sepse është e murë dënimin për qatë punë, publikut nështë ta nuk ju ka do këmjaftu shumë egër qaj, nuk po thëmë që është në regull. Unë i kërkoj falje publikut për ato pamje që i kam po, Sakt, nuk po thëmë që është në regull që ka bo Dolqe, mirë po për shumim situatën edhe në bastë që asaj situate
unë pe arsyetoj veprimin e sajna, nuk po thëmë që në regull të kem të qartë, veç pe arsyetoj veprimin e Djelza, sajna. ndoshta me Mirë undol po, pak. çka nuk muj me arsyetu, nëse hina në qatë mes, që u bukit ajo vedo, nuk muna me arsyetu, labinotin ka shi labit. Do me thonë, mu që me pështy në ftyrë, mja kap cigarën, ajo nuk është me arsyetu. Ajo ishte diçka mërshme me u po. E këtu është me jazgot dorën labinotit të tri. Do me thonë, ajmatët mira, labinoti matët mira, gabiri edhe enal. Do me thonë është me jazgot dorën, që shmunët me menagju mlefin e tina në karshin atina. Do me thonë është me jazgot dorën. Djelza, unë u habita pak edhe prej dinit edhe prej opionistëve që momentin kur Alba thejke non-stop tim ke gjujt mu në ftyrë, tim ke gjujt mu në ftyrë, tim ke vrajt, as që kujtu Albës momentin kur Alba e ka gju me jastak në ftyrë Elionën. Alba zakonisht dhe që shikon tjerë. E po qëto është problemit e artikulimi i mranshëm i banorëve, të cilët nuk i menojnë sanët edhe nuk i pojnë sanët kur është momenti, mi thonë. Po jepin dramës tjetër kahje. Në shumë shpesh po thonë o zot, se se kanë gojën tem që të mrenë. I harrojnë pyetjet, Me disha kishë bërë. skalojnë. O 24 ora alloko. Debatin të themi labin me labinotin. Labin- Përgjigje nga ju dy. Labin tashmë e kemi pa, nuk na vjen çudi prej veprimeve të tij, se që nga fillimi labi ka funksionuar vetëm me informacione nga jashtë. Apo mendon që labi nuk ka stop? Nuk është Labi me e undaj. vërtet nuk është që ka stop edhe nuk është që i mendon veprimet paraprakisht ose që mundet me i shkaktu dëm tjetrit. Përveç atyre informacioneve nga jashtë që e kemi pa që e bën me secilin banor, kjo mendoj që është loja e vetme e labit, edhe ai gjesti që e mori pijen energjike dhe hodhi në drejtim të vetin, kënë se i hodhi labinoti i ri, pro theme, ke skandalozë, se na gjithë tjerë të kemi pa, edhe thjesht labi nuk e din ku është stop, edhe nuk e din me kontrolu veprimet e veta. Pastaj më pengon mas shumë të fakti që në prime gjithmonë është i njëjti, viktimizohet, kërkon falje dhe vazhdo me të njëjtin avaz. Si nominim, një votim që u bë me... Doja e kushtrimit pak jaftofi. A din, i ra pak... Tani lipi medaleve vetë labi, ma si du shkurta. Jo, në mendoj që ke thjesht hajgare aty kur tha po du me dalë ma si dul shkurt. Jo tha se ju mërzit, e po vetën që dul katastrofën prime. Pa Sa i përket labi, do më thonë, nuk e di. Mes shkurtës edhe labit, pram ku pas që me dalë labi, dorën zemën. Për ketë këto ofendimet, te që se i thuvesh një fjallë, a i ka me ta gjetë një lidhje tjetër që e ka gjithë shysh me ta përmen UÇK-n, patriotizmin e tinaj, që deqtash sështë që ka bona i sem për patriotizm, që me përmen qatë shpesh, patëm edhe rastin e kushtrimit, që kurse ka përmen në prajme tha, abedin. Qara, mendon që ky eliminimi i shkurtës labin do e vetë disaj pak mund të theme? S'ka me vidisu, po besoj që javë në vazhdim labi ka medaljes. Jo, do njëzë Djelza që pjokin me një parmen. Uj, ku kime në ndrëm, po zakoni sa rana. Po njëti ka me konë, nuk është... Miftar, faleminderit shumë që Ishte knatësi, Djelza. Faleminderit, knatësi. Ne do shkëputemi me pak marketing dhe në pjesën e dytë do e presim të eliminuarën e parë. Kthehemi pas pak.